Përshëndetje, si që tha dhe Neada, kemi kënaqësinë sot që të interpretojmë një fragment shumë të shkurtër nga skena e fundit e dramës Shtëpi Kukulla e një prej autorëve më të mëdhenj botror, Henrik Ibsen. Torvald, ne dy kemi shumë gjëra për të biseduar bashkë. Nora, çdo të thot kjo? Kam shumë gjëra për të thënë. Nora, ti po më tremb. Unë nuk po të kuptoj. Pikërisht kjo është. Ti nuk më kupton. Nora... Dhe unë nuk të kisha kuptuar gjërësonte. Nora... Mos më ndërpre. Vetëm dëgjoj atë që do të them. Kjo është llogaria ime që po jap, Torvald. Ç'do të thuash me këtë? Tani që po rrim kështu, a nuk të habit një gjë? Çfarë? Ne kemi 8 vjet që jemi martuar dhe a nuk habitesh që ne të dy, unë dhe ti, burrë dhe grua, po bisedojmë seriozisht me njëri tjetrin vetëm sonte për herë të parë? Ç'do të thuash me këtë? Që mos do të flisja për telashet e zyrës ku nga ana tjetër ti nuk do të mund të më ndihmoje, ha? Nuk e kam fjalën për telashet e zyrës. Dua të them se ne të dy kurrë nuk kemi biseduar mes nesh seriozisht për ndonjë send. Nuk jemi përpjekur ndonjëherë për të gjetur bashkërisht ndonjë problem, të trajtonim diçka serioze. Nora, vërtet mendon se këto do të kishin sende për ne dy për biseduar? Ja, këtu është puna. Ti nuk më ke kuptuar kurrë. Mua më është bërë një padrejtësi e madhe, Torvald. Më parë nga Imat, pastaj nga ti. Si? Nga ne të dy, ne që të kemi dashur më shumë se kushdo tjetër në këtë botë? Ju nuk më keni dashur kurrë. Juve ju ka pëlqyer të dashuroshit me mua. Nora, që janë këto fjalë? Po pikërisht kështu është, Torvald. Kur isha në shtëpinë time, tek babai, ai më nguliste në kokë të gjitha idetë e tij. E kështu unë mendoja ashtu si mendonte ai. Dhe po të kisha rastësisht idera të tjera, unë nuk i shpreja sepse e dija që atij nuk do t'i pëlqente kjo gjë. Ai më quante kukulla ime e vogël. Edhe luante me mua, ashtu si unë luaja me kukullat e mia. Pastaj erdha në shtëpinë tënde me ty. Që janë këto fjalë që thua për martesën tonë, Nora? Dua të them se nga duart e Timeti kalova në duart e tua. Ti çdo gjë e rregullove sipas shijes sate. E kësaj unë nuk pata shije tjetër përveç shtëndes. Mbas e thoja kështu sa për sy e faqe, nuk e mbaj mend mirë. Më duket se nganjëherë mendoja si ti. Nganjëherë bëja sikur mendoja. Më duket se kam jetuar si njëri varfanjak që kam fituar çdo ditë kafshatën e gojës. Po mua më jepnin për të ngrënë, për të pirë, për të veshur. Dhe detyra ime ka qenë të të zbavitja, të të kënaqja ty, Torvald. Kështu ka qenë jeta ime. Kështu ke dashur ti. Ti dhe babai jeni shumë fajtor përpara meje. Dhe në qoftë se unë nuk jam me zonja për asgjë, fajin e keni ju. Nora, e di sa fjalë pa mend po thua, ha? Sa mos mirënjohëse po tregohesh, nuk pas ke qenë lumtur ti këtu. Kur? Kam pandehur se kam qenë lumtur, por nuk kam qenë kur. Nuk ke qenë lumtur, ha? Jo. Nuk ke qenë. Jo, kam qenë vetëm e gëzuar. Po, ti ke qenë kurdoherë i mirë, i dashur me mua. Por shtëpia jonë ka qenë vetëm një dhomë e madhe plot lodra për të kaluar kohën. Te babai një kukull e vogël, këtu tek ti një kukull e madhe, pastaj fëmijët kukullat e mia. Ja, kjo ka qenë martesa jonë, Torvald. Shikoj, në këtë që po thua ti, megjithëse çështja është paraqitur sasi e zmadhuar, e egzaltuar, ka diçka të vërtetë. Por këtë tutje çdo gjë do të ndryshojë. Ka kaluar koha e lodrave. Tani duhet mendojmë për edukimin. Edukimin e kujt? Edukimin e fëmijëve? Si tëndin ashtu edhe të fëmijëve. E dashuroj me Nora. Torvald, po ti nuk je i përshtatshëm të mbësh mua një bashkëshorte të mirë për ty. Edhe këtë e the? Edhe këtë e thua? Po pse? Pse mos vallë, unë jam në gjendje të edukoj fëmijët e mi? Nora! Pa nuk the vetë pak më parë se nuk do të guxoje të ma besoje një detyrë të tillë.
kjo është një gjë e thënë gjakëzetësie sipër. Si mund të kapesh me fjalë tilla, të lutem? Jo, ti kishe shumë të drejtë. Unë nuk jam në gjendje të kryej një detyrë të tillë. Para zgjithash. Unë duhet të kryej një detyrë tjetër. Duhet të përpiqem të edukoj veten. Ti nuk mund të më ndihmosh. Duhet të përpiqem vetë. E për këtë? Tani po të lë. Çfarë? Unë duhet jem vetëm në mënyrë që të mundem të merrem me veten. Në qoftë se dua të përgjigjem për veten, edhe për ata që kam për qark. Faleminderit. Po, por së pari e kam merak që të shpreh publikisht indinjatën time të thellë ndaj një gjesti shumë të turpshëm, të fyerjes publike që u bë një gruaje, një nëne, një deputeteje, një zonjës Albana Vokshi, nga një individ i sektit madhi që po drejton Shqipërinë kaq paturpsisht, një sekt i degraduar që në lindje të tij. Dhe së dyti, siç e kuptuat edhe vetë nga fragmenti që sapo lexova, unë marr shkas për të thënë një mendimin tim në lidhje me atë që flitet rëndom në shoqëri sot, modernizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe në familje, në botë kuptimin tim. Ky modernizim i gruas ka të bëjë së pari me një vetë ndërgjegjësim të saj dhe me punën që duhet bëj vetë ajo, që të rritet së pari si qenie njerëzore. Kështu ne do të kemi një grua më të mençur, më të pavarur, më të përgjegjshme, më të dhemshur, më të dobishme, një qenie të fuqishme në dobi të familjes së saj dhe rrjedhimisht ajo do të kontribuojë më mirë për ngritjen, për ndërtimin e një shoqërie të shëndetshme. Ju faleminderit, ju uroj të gjithave forcë dhe shëndet. Jo, unë desha vetëm t'ju uroja, po nëse do doja të thoja vetëm dy fjalë, nga që mua më pëlqen të qëmtoj një çik në gjërat. Në kohën e kanunit, shumë njerëz e mendojnë kanuni është një nga kushtetutat më të bukura në botë që nga antikiteti. Femra ishte pushtet absolut në shtëpi. Në edukimin e fëmijëve, në mbajtjen kompakte të familjes, dhe prandaj atëherë Shqipëria kishte burra. Kishte burra, sepse edukoheshin nga gra të forta në kuptimin njerëzor të fjalës, jo të forta në muskull, se muskulin çdo njeri e vë. Ishin të forta këtu dhe këtu gratë atëherë. Zogu u përpoq ta emanciponte gruan, hoqi ferexhet, futi motrat në ushtri dhe femrat në kohën e Zogut kanë votuar përpara se zviceranët. Se kam i qik me këtë emancipimin e shokut e në vere këtej. Emancipim nuk bëri ai. Ati i duheshin sklave për në turn të tretë, që të pagueshin nga 5.000 lekë të qelbura, 5.400 sa kanë qenë pagat atëre, dhe të dhunoheshin nga një shoqëri maskiliste. Atëre ka qenë, me komunizmin ka qenë shoqëria maskiliste. Ndërkohë që femra në kohën e Enverit nuk dashuronte dot lirshëm. Ne i mbaj mend të flisje dyer me një vajzë të martonte fronti. Është vërtet, e kam jetuar, e mbaj mend shumë mirë. Femra nuk mund të ndihej femër. Po të vinte çik buskuqi me motre e bënin të përdalën e lagjes. Pra ai nuk ishte emancipim, ai ishte skllavërim me letra i femrës shqiptare dhe prandaj vazhdojnë anej nga partia serbo-ruso, çfarë janë ata, kinezë ose ata i kanë mbajtur dhe i kanë bërë. Vazhdojnë të jenë dhunus femrave. Por shqyr që ka femra të forta si ju, femra që e duan atë dheun, duan familjen, duan kodet morale të familjes dhe të Shqipërisë. Gëzuar nga zemra.